jurist, por edhe nga sistemi shëndetësor, duke parë raste të ngjashme, duke parë se si fëmijë nuk familje po detyroheshin të gjendeshin përballë vetëm zgjedhjeve nëpërmjet formulave të GoFundMe, duke kërkuar ndihmë tek të afërm apo duke kërkuar në ato të cilat janë edhe qendrat të cilat fondacione që ndihmojnë pikërisht familje kur përballen me raste të fëmijëve që nuk mund kurohen brenda vendit, panë se ekzistonte një boshllëk ligjor dhe një mundësi për hir të vërtetës edhe nga ana financiare dhe në hapësirat e buxhetit shtetit që kjo mund të krijohej dhe mund të përmbushej pikërisht nëpërmjet një projekt ligji i cili do ishte specifik dhe do ndihmonte pikërisht për të mbushur gjithë këtë boshllëk dhe të ndihmonte familjet, si nga ana e lehtësimit procedural, ku ekziston sot një fond i përgjithshëm jo specifik për fëmijët, por ekzistojnë disa procedura VKM të cilat janë për të gjithë qytetarët, por aspekti procedural dhe burokratik është jashtëzakonisht i ndërlikuar dhe shumë familje përballen me vështirësi dhe pa mundësi për të arritur realisht marrjen e mbështetjes financiare dhe padyshim fondi është realisht shumë i kufizuar. Po ashtu edhe nga ana tjetër përballja me këtë sfidën e madhe ku ti nga një anë ke një fëmijë i cili nuk arrin të kurohet brenda vendit. Koha është tërësisht e limituar, por duhet përballesh për gjetjen e fondeve tek fondacione të ndryshme dhe kjo ishte e gjitha